Trajneri kombëtar Silvinho ka përgëzuar futbollistët e tij për paraqitjen ndaj Anglisë ndonse nuk dolën me rezultat pozitiv nga kjo ndeshje. Kemi bërë një ndeshje të mirë, jam krenar për të gjithë djemt, ata janë një skuadër shumë e fortë, janë niveli ndryshëm nga ne, ata përgatiten për të bërë gjysmëfinale apo finale botrori, por jam krenar, kemi bërë 70 minuta shumë të mira, jo si të barabartë, se ata janë shumë të fortë, por kemi bërë 70 minuta shumë të mira. Është e vërtetë që puna e stafit është shumë e mirë, skuadra po rritet dhe ka bërë një gjë të padëgjuar duke shkuar në play-off. Vendi e meriton dhe sforcon dhe që është bërë nga djemt, sa i përket rritjes ekipi është rritur, por dhe Anglia është rritur. Trajneri Tuchel e ka marrë ekipin në Mars dhe e sheh që janë përmirësuar, nuk kanë pësuar asnjë gol, por ne jemi përmirësuar dhe rritur shumë. Nuk është se nuk reaguan pas golit, ata nuk të lejojnë, është një ekip i fortë, nuk të lejojnë të kalosh, nëse i hap lojën të bëjnë 4 gola, në 10 minuta të vrasin, të bëjnë 3-4 gola dhe e kemi parë me disa ekipe këtë, ata të vrasin, isha shumë i shqetësuar në të dy ndeshjet në Londër dhe këtu, jam krenar, lojtarët nuk lejuan goleadat, nuk është se nuk ishte reagim, nuk të lejojnë ata të reagosh, janë dukshëm më të fortë. Muaj mars, kemi shortin të shohim kush është përballë. Pastaj jam për tu përballuar, krenar që shkojmë në play-off, i pa dëgjuar më parë, shumë e mirë, por nuk e di të shohim në short, nuk kemi çfarë të bëjmë, presim shortin, për ne kalon koha shumë shpejt, sa më shumë luan një lojtar është në formë, ndoshta mund të vinë në mars në gjendje të mirë. Jam dakord që kemi ekipin në dorë, por jam dakord që kemi pasur një moment vështirësie për tu rikuperuar. Unë kam thënë në kualifikimin e Europianit, trajnerë të tjerë më parë kanë bërë një punë të mirë. Unë në një vit e gjysmë me gjithë stafin e kam darë me ta. Kjo e kualifikimit në play-off, kjo është skuadra ime e Dorit dhe Pablos. Kemi një vit e gjysmë dhe kemi bërë ndryshime, lojtarë të rinj, pozicione të tjera, vetëm duhet kujtuar që për të rindërtuar ekipin ishte e vështirë, por që nga Letonia në shtëpi ekipi nisi të reagonte mirë dhe është përmirësuar shumë. Kundërshtarët do të shkojmë në Britaninë e Madhe, ka shumë nga atje, përqindja më e madhe, skuadrat nuk i njoh, deri më sot njoh Anglinë, Andorrën, Serbinë dhe Letoninë, sot më në fund mund të hedhë gjithçka në kosh dhe të nisë një proces tjetër. Broja, futbollisti nuk është kurrë një problem, gjithmonë një zgjidhje, janë protagonist, futen, kush është në formë luan, nëse nuk je në formë nuk luan, unë jam trajneri dhe do të bëj zgjedhjet. Dëmtimi nuk e di, dëgjova pak ekipin mjekësor, i komplimentova, jo vetëm për ndeshjen, por dhe kualifikimet, kanë bërë një punë të shkëlqyer. Kemi posuar 5 gola, 4 nga Anglia dhe 1 nga Letonia. Do të flas me doktorin, ndoshta nuk është asgjë kur të kthehet në klub, ndoshta stërvitet te luan, tha Silvinho për Supersport pas ndeshjes.